Pas një informacioni nga FBI-a, policia arrestoi 2 persona në Reqicë të Madhe, të cilët dyshohet se janë administratorë të një tregu të paligjshëm online. Sipas hetimit që ka realizuar sektori për krim kompjuterik pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, përmes një tregu të paligjshëm online të njohur si OLVZ, janë evidentuar mbi 2600 llogari përdoruesish dhe mbi 1500 llogari shitësish, ndërsa vlera totale e shitjeve të i kalon $500.000 amerikan. Sipas të dhënave të siguruara, tregu online ka qenë aktiv nga korriku i vitit 2023 dhe ka funksionuar përmes disa domeneve në internet, duke përmbajtur një bazë të detajuar të dhënave personale të komprometuara për regjistrimin e llogarive të klientëve dhe shitësve. Policia ka bastisur shtëpitë e të dyshuarve AE 20 vjeç dhe AI 23 vjeç nga fshati Reqicë e Madhe e Tetovës dhe janë kapur duke e kryer veprën penale për të cilën akuzohen. Gjatë bastisjes, ata janë kapur në vend ngjarje duke kryer veprën penale, për të cilën dyshohen, janë konfiskuar kompjuter, desktop, laptop dhe telefon, të cilët do t'i nënshtrohen analizës forenzike dhe do të shërbejnë si prova në procedurën penale, ndërsa personat janë privuar nga liria. Ministria e Brendshme njofton se sektori për krim kompjuterik vazhdon me marrjen e masave dhe aktiviteteve për zbardhjen e plotë të rastit, me qëllim identifikimin e të gjithë personave të përfshirë dhe sigurimin e provave relevante në përputhje me ligjet në fuqi.